partitë politike pothuajse dhe kanë pas mundësinë të tregojnë veten e tyre në pushtet. Kemi kohën e artë të Hashim Thaqit, kemi edhe kohën e LDK-s, kemi edhe kohën e Aleancës, kemi edhe smundme edhe kohën e vetëvendosjes. Dhe në besoj se qytetarët mes mjetit duhet të shohin rezultatet dhe ju poezit apo ju fjalët dhe demagogjit. Ashtu, deputet, unë realisht e dim që nuk e ke problem edhe merë goxha një numër të madh të votave. Mirë pa, mendon ti personalisht se është një favori joti i madh, goxha shumë pasi që jeni djali i generalit Samil Ushtaku. Si e sheti këta? Unë jam krenar që jam djali i Samil Ushtakut, por kur ki edhe këtë pjesë avantazhe, ki edhe dizavantazhe, sepse edhe kundërshtarët e ti banë edhe kundërshtarët e tu, pa të drejt, por sigurisht e kemi pa që linqimet e ulta, përçmimet e ulta nuk nxojnë vend shoqërinë tonë dhe ne do t'i thojna stop kësaj qasje, sepse edhe qytetarët janë lodhur me këtë qasje, duke përçmu, duke nënçmu edhe çlirimtarët tonë. Çlirimtarët tonë janë edhe para lufte, edhe në luftë, por janë edhe ata që luftojnë zullëmçarët edhe pas luftës, sepse funditës ne jemi zgjedhur me votë demokratike për të zgjedhur problemet. Nëse dikush ka një fakt vetëm, atëherë janë organet e drejtësisë, që ne gjithmonë ju kina përgjigj, ndoshta kina pa Albin Kurtin që i sfidon prokurorin. Kjo kallëzon se çfarë mendësie ka një lider i një partie politike që është në pushtet, që i sfidon edhe drejtësinë. Hajde jeni ju në zyre dhe me një pyetje. Kjo tregon se ai nuk është i interesuar për me zgjedh edhe për me ka shembull për drejtësi. Ashtu, deputet, unë realisht po du me të pyet tashmë pasi që jemi në kohë fushate. Pse një qytetar duhet ta votoj Partinë Demokratike të Kosovës sipas teje? Po besoj që qytetarët tash e kanë votuar të gjitha partitë politike pothuajse dhe kanë pas mundësinë të tregojnë veten e tyre në pushtet. Kemi kohën e artë të Hashim Thaqit, kemi edhe kohën e LDK-s, kemi edhe kohën e Aleancës, kemi edhe smundme edhe kohën e vetëvendosjes. Dhe në besoj se qytetarët mes mjetit duhet të shohin rezultatet dhe ju poezit apo ju fjalët dhe demagogjit, sepse në fund ditës ajo që e rrit shpresën vendit dhe qytetarëve është ajo që e sheh rezultatin konkret, ku një projekt fillon dhe mbaron dhe sheh edhe rrugë me kilometra, sheh edhe infrastrukturë shkollore të ndërtuar. Ndërsa kemi pa që për 6 vite nuk i kanë ndërtuar 4.000 banesa për qytetit të reja. S'kemi po 160 qerë që kanë premtuar. Dhe kjo është ajo që ne mundëm me bë tash si qytetar të këtij vendi, pavarësisht bindjeve politike, mi pa një lloj krahasimi me të gjitha partitë politike dhe ai që ka syme po mendje me logjikun, sigurisht që e voton një parti e cila është dëshmuar. Ashtu, i përmendën ndoshta premtimet që nuk janë realizuar nga lëvizja vendosje, tashmë nëse Partia Demokratike e Kosovës do janë në pushtet, do të thotë është e frymëzuar edhe më shumë që gjithatu që janë premtuar, qoftë edhe nga ju, qoftë edhe nga ta që nuk kanë pas mundësi me u realizu, tashmë Partia Demokratike do i realizoj gjitha këtu? Absolutisht, ato që ne i premtojmë, ne maksimalisht do të angazhohemi që të realizojmë. Dhe po të jetë edhe Bedri Hamza, kryeministri i partisë time, sigurisht që unë do të kritikoj në rast se nuk i zbaton, sepse funditës na bashkarisht e marrim një lloj besimi dhe një lloj zotimi që do të dalim zot besimit të qytetarëve. Dhe besoj që do të kenë kujdes çdo lider politik se çfarë premton, sepse mbi gjitha qytetarët e kanë besimin dhe ja dhajnë besimin njerëzve të caktuar për me jetësuar një platformë politike. Prandaj besoj që është shumë e rëndësishme që tashme me ndryshu kohën edhe me thos stop krizës. Është koha që me ndryshu vendin, sepse i kena dhënë mjaftu shumë hapësirë dhe kohë që mi tregu vetveten, po fatkeqësisht për shohin edhe qytetarët, por edhe ne si parti opozitore që kemi dhënë analizat e tona, kritikat e tona, që me të vërtetë do të ne ka mjaft me këtë qasje shumë poshtruese.